mjafton të qëndroj pakës në vetëmije të jepi një tëri pas teje. Kurse, kur jam me shokët, nuk e kam mundin në muhabetin e përgjithshëm. Më thonë se pas kam ndryshuar kaq shumë sa asnjëherë. Unë nuk kam qenë të ndryshoj natyrën time, prandaj më shëlloj vetëm, duke menduar se shokët, me që din historinë time nga ty, kalojnë me gjykimet e tyre. Po, ç'është vërteta, unë jam të drejtë aty nëse diçka ka ndodhur. Në mesditë të jetës, dashuria që ka shpëtitshme. Duhet që në të qast të jemi ty, ti të rish kërshinje, të flasësh, të qeshësh. E diti se më përqen qeshe të? Ti qesh fare. E shek si është natyre e njeriu të lëfish? Unë në tregimin e vjershën jam shumë i përbajtur, apo jo? Edhe në shkrimet e dashurisë bile jam i përbajtur. Po, kur nis të shkruaj ty, dhe e unë gjaftocin. Adio gjaftoci, arë në shkrimeve të mija. Pse po? Kjo si duket është merit e jote. Unë në përgjithësi kur nuk kam hapur sy të rrugëve pas fustanëve. Po, tani kam pyetur fare, kudo, vetëm ty të shoh. Letra është një shprehje e çastit. Sikur ne të shkruanim letrat e t'i bani pa e dikuar, qoftë edhe një ditë. Natyrisht po të ishim në gjendje të shpirtërore normale, të tretin ditë, të t'i grisnin, e të thoshim me vete, ç'marrësi kemi shkruar. Të 3 letra që kam nisur para saj kanë plot marrësira, se shpirtërisht nuk kam qenë mirë. Po, mos u mërzit.